Nevojat për gjak në qytetin e Vlorës janë vërtet të mëdha. Personat të sëmur presin për gjak që t'u shpëtojë jetën, por nga ana tjetër dhurimi i gjakut në qytet ka rënë ndjeshëm. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër të rëndësishëm dhurimin e gjakut. Sipas tyre, gjaku i dhuruar shpëton jetë, ndaj apeli i tyre shkon për të gjithë, veçanërisht për të rinj që të dhurojnë më tepër gjak. Është shpirtin, ja edhe unë tani. Është kaq e rëndësishme për ata që janë në nevojë, nuk disohet e gjaku tani të japi gjak për ata. Kam dhuruar të nipi. Po jap edhe ai që është në rrugë. I jap gjakun. Por të ke gjak. Tjetër që është shumë e rëndësishme, sepse shpëton jetë dhe njëkohësisht edhe gjakut kam dhuruar. Patjetër. Gjaku është jetë. Ka njerëz që kanë shumë nevojë. Po që të them në këtë sistem borgjes kapitalist, të shiko që po bërë. A i me zje lekë, unë jam pensionist 100.000 lekë, që të dhuroj gjakë. Të rinjë të dhurojnë, po qëllimi është vare si e ushqem veten a i, këtondi se ka njës japi, ka njës nuk japi. Në këtë sistem borgjesu, po që të dhurojnë gjakë të shumë. Nuk është që po bërë të, nuk është që po bërë. Ka të them në dhe është dëshire e çdo njeriu, të këtondi varet njeriu, të sa i dhëmë shurus, sa i ta shurus, po ka të dhëmë shurus të më thonë mua. Shka pëse të dhuroj gjaku, kush më ka dhuruar mua gjaku? Po dhurimi gjaku shpëton jetë, po këtu të dhurimi gjaku e ka në dorë shtetit. Ta blej gjaku, si në komunizëm, e blindesh. E këtondi, ka një spukaran që japin gjaku, që s'kan lekë, e këtondi. Ja kjo është qëllimi gjaku që të ti. Shumë e rëndësishme është, se të mos dhurosh. Ose jam në mosh pa, do jepja gjak. Kam dhuruar. Shpëton jetë. Edhe, sikur dhe në këtë mosh të jepësh, jepja, pa problem. Mirë të bënë, nuk të bëndëm. Për mua dhurimi i gjakut është shumë i rëndësishëm. Bile unë jam bërë gati disa herë, po vetëm që kam frikë, vetëm të na të pojtë se jam sëmur asnjëherë, më në fusi do një sëmundi, vetëm këtë kam frikë. Asgjë tjetër. Kam vajtur në Greqi, kam dhuruar në Greqi atje ku kemi qenë. Këtu nuk më zënë mundësia, se kam patur një histori të idhur shdu, që u kam qenë i ri. Më nxorën me Ceroz dhe Mërqiri, që në moshën 20 vjeç që do veja në punë, s'donin të më lirin edhe veja as në punë. Kur vajta i bëra për herë të dytë, analizat më dorën shkëlqyer. I thash, po kush janë analizat e sakta, i thash atyre, këtu e para 50 vjetës, tani jam 70. Tha, dhe i bërë një tjetër, i bëra 3 herë analizat, të herën e parë më nxorën sikur do vdisja për 6 muaj, herë të dytë dhe 3 dolën nga ajo kam frikë. Këtu të këta s'kam, këtu nuk kam sigurit e këta, të bëjnë analiza, të qpojnë të këta, unë s'kam sigurit. Me i të vetë, po të ketë do një njëri nevoj, do japim gjakës, nuk është gjë keqe. Nuk është gjë keqe. Është e rëndësishme të dhurosh gjak? Po si s'është e rëndësishme, mirë është. Ndërsa ata të cilët kanë qenë më parë të sëmur dhe kanë marrë gjak e shohin akoma edhe më të rëndësishëm dhurimin e gjakut. Sipas tyre, gjaku i dhuruar u ka shpëtuar jetën. Sipas zonjës e cila vite më parë ka marrë gjak, dhurimi i gjakut duhet jetë një gest human që duhet ta bëjnë të gjithë, duke menduar për personat e sëmur dhe në nevojë. Shumë e rëndësishme, po unë nuk dhuroj dot sepse unë jam diabetike dhe në për ashtu shumë se ka marrë gjak vetë. Dhe njeriu kur merr gjak vetë ka një rëndësi të paparë. E kam jetë të dytë nga i dhurimi. Shpëton jetë dhurimi gjak? Shpëtova derisa kam shpëtuar dhe do ishte një apel për ata që kanë mundësi të dhurojnë? Ata që kanë mundësi me një këmbë me vrap të vinë të thonë që dalet vetët ashtu. Ligji i Hipokratit thot faljet. Ke një apel për të rinj për qytetarët? Urgjent, kush ka mundësi të dhuroj. Urgjent. Sipas të dhënave më të fundit, nevojat për qese gjaku në të gjithë vendin janë rreth 60.000, por në vit, nga dhurimet e qytetarëve plotësohet më pak se gjysma e kësaj kërkese. Kryqi i kuq e ka sfidë më vete sigurimin e gjakut, veçanërisht në stinën e verës, e cila rrit kërkesat për gjak.